Budapesti, kuriozitete, fakte të çuditshme dhe legjenda. Ju ftojmë të na ndiqni. A ke dëgjuar ndonjëherë historinë e një ishulli të fshehur në zemër të Danubit? Sigurisht, fjala ishull na kujton një copë toke në det apo në oqean, por një ishull në mes të lumit, dhe jo pak, por 2,5 kilometra i gjatë dhe 500 metra i gjerë. Ky në fakt nuk është një copë toke në mes të lumit. Ky është një vend ku legjendat marrin frymë, ku uji rrëfen histori të vjetra dhe rrugët flasin me hapa të heshtur. Ishulli Margaret ka parë mbretër që qanin në fshehtësi, betime të shenjta dhe dashuri që s'do të ndodhin kurrë. Por pak e din të vërtetën e këtij ishulli, sepse pas çdo peme, çdo rrugë fshihet një kujtim, një mister, një gjurmë së kaluarës që nuk fshihet dot. Në mes të Budapestit ke një historinë më të çuditshme që nuk gjendet në libra turistik, dhe sot do t'i dëgjosh. Ishulli Margaret. Ja dhe historia e çuditshme e emrit të këtij ishulli. Mbreti Bela IV dhe premtimi hynor. Në vitin 1241, Hungaria u përball me një kërcënim katastrofik, pushtimin mongol, një nga sulmet më shkatërrimtare në historinë e Europës. Ushtria mongole e udhëhequr nga Batu Khan shkatërroi qytete, vrau mijëra njerëz dhe bëri që vetë mbreti Bela IV të arratise për të shpëtuar jetën. I dëshpëruar dhe në lutje të thellë, Bela bëri një premtim solemn Zotit. Nëse vendi i tij do të shpëtonte nga ai pushtim, ai do t'ia kushtonte vajzën e tij të vogël Margaretën jetës fetare. Pasi mongolët u larguan papritur në vitin 1242, pas vdekjes së Khanit të Madh, Bela e mbajti premtimin e tij. Ai e çoi Margaretën 3 vjeçare në një manastir dominikan në ishullin e Lepujve. Kështu quhej ishulli dikur. Ajo aty u rrit si një murgesh. Margaret nuk u martua kurrë, megjithse pati propozime nga princa të fuqishëm europian. Ajo jetoi me përullësi, përkushtim dhe lutje, duke ndihmuar të sëmurët dhe të varfrit. Thuhet se ajo bënte mrekulli dhe ishte e njohur për dashurinë e thellë që kishte për Zotin. Margareti vdiq në moshën 28 vjeçare. Shumë njerëz besonin se ajo ishte një shenjtore. Trupi i saj nuk u dekompozua për një kohë të gjatë, një detaj që në mesjet konsiderohej shenjë e shenjtërisë. Në vitin 1943, ajo u shpall zyrtarisht Shën Margareta e Hungarisë nga Kisha Katolike. Ishulli ku ajo kaloi jetën mori emrin e saj, Margaret. Ishulli Margaret ka një sipërfaqe prej 96,5 hektarësh, 2,5 kilometra i gjatë, 500 metra i gjerë. Ai është një ishull relativisht i vogël, por jashtëzakonisht i pasur me histori, natyrë dhe vende të shenjta. Është aq i madh për ta eksploruar me këmbë brenda një dite, por aq i thellë në histori sa mund të marrësh javë për të kuptuar gjithçka që ai fsheh. Ky ishull e ka zënafillën nga bashkimi i 3 ishujve të tjerë. Ishulli i Lepujve, kështu quhej Insula Leporum, ose ishulli i Lepujve, për shkak të popullatës së madhe të lepujve që jetonte atje. Madje dhe mbreti dilni përgjigj për të quajtur lepuj. Në shekullin 19, ishulli përbëhej nga Festo, Furdo dhe lepujt. Ato u bashkuan në fundin e shekullit të 19 për të kontrolluar rrjedhën e Danubit dhe për të krijuar ishullin e madh që njohim sot. Këtu ka shumë atraksione për të vizituar, ka një kopësht japonez, një kull uji, një shatërvan muzikor, një pishinë dhe një rrugë vrapimi. Për të ruajtur gjelbërimin, trafiku i automjeteve është i kufizuar. Vizitorët e eksplorojnë ishullin me bicikleta, karroca me pedale ose automjete elektrike të vogla.
Brenda ishullit ndodhet një korp zoologjik mjaft interesant me kafshë të bukura, të veçanta dhe specie të rralla ose në zhdukje. Familjarët e pëlqejnë shumë pasi ka dhe kënd pushimi për fëmijët. Kjo është një perlë në zemër të Danubit. Ky ishull lidhet me ura me pjesën tjetër të qytetit. Tani do të njihim disa fakte historike mbi qytetin e Budapestit. A e dini që Budapesti u formua në vitin 1873 nga bashkimi i 3 qyteteve Buda, Pest dhe Obuda? Në qytet ka shumë metro, metroja më e vjetër në kontinent. Linja më 1 e metros në Budapest është më e vjetra në Europë, e hapur në vitin 1896. Parlamenti i Madh. Ndërtesa e Parlamentit hungarez është një nga më të mëdhat në botë dhe është një nga më të bukurat në Europë. Disa fakte të pabesueshme për Parlamentin e Hungarisë. Ai është më shumë se një ndërtesë, është një simbol. I ngritur në brigjet e Danubit, përballë ndërtesave historike të qytetit të vjetër, ngrihet madhështor Parlamenti i Hungarisë, një nga parlamentet më të bukura në botë. Me një gjatësi prej 268 metrash dhe më shumë se 690 dhoma, kjo strukturë nuk është vetëm zemra politike e vendit, por dhe një kryevepër arkitekturore që të lë pa fjalë. Ndërtimi i tij filloi në vitin 1885 dhe përfundoi në vitin 1904, si një pjesë e festimeve për 1000 vjetorin e Hungarisë. Por ajo që të manit më shumë nuk është vetëm madhështia, por detaji. Brenda ndodhen më shumë se 40 kilogram ar i pastër, afreske të rralla, statuja të çdo mbreti hungarez dhe një kupol 96 metra e lartë. Ajo nuk është një rastësi, të kujton vitin 896 kur u themelua shteti hungarez. Në mes të këtij thesari ruhet dhe kurora e shenjtë e Hungarisë, e cila është simbol i sovranitetit të kombit. Dhe nëse kalon në mbrëmje buzëllumit, ndërtesa ndriçohet si një kështjellë magjike, një pamje që duket sikur është shkëputur nga një parrallë mbretërore. Një kuriozitet tjetër është se sinagoga më e madhe në Europë ndodhet pikërisht në Budapest, në rrugën Dohani, është më e madhe në Europë dhe e dyta në botë. Ura dhe lumenj. Ura e zinxhirit, ura e parë që bashkoi Budën dhe Pestin, e hapur në vitin 1849. Lumi Danub ndan qytetin në dy pjesë, Buda dhe Pest, duke ofruar një pamje mahnitse dhe udhëtime me varg. Në qytetin e Budapestit ka dhe banja termale. Janë rreth 80 burime termale dhe është i njohur për banjat e tij historike. Disa banja në Budapest datojnë nga periudha osmane, si Rudas dhe Kirali.
Budapesti është ndërtuar nga Buda dhe Pesti janë bashkuar në vitin 1873 për të formuar kryeqytetin e sotëm. Aty jeton 1/5 popullsisë së gjithë vendit. Ndodhet në pjesën veri perëndimore të Hungarisë dhe ndahet nga lumi Danub. Por Danubi nuk është thjesht një lum, ai është një histori, mite dhe legjenda të trashëguara nga kultura të ndryshme që jetojnë përgjatë brigjeve të tij. Tani do të tregojmë disa nga legjendat më të bukura për Danubin. Legjenda e zanës së Danubit. Sipas një legjende të vjetër që vjen nga rajoni i Austrisë dhe Gjermanisë, në thellësitë e Danubit jeton një zanë ujore e cila ka një bukuri përrallore dhe një zë që ma gjeps çdo që e dëgjon. Ajo doli nga lumi vetëm kur hëna ishte e plotë dhe nata e qetë. Një princ i ri i guximshëm e dëgjoi zërin e saj një natë teksa kalonte afër bregut dhe u dashurua me të. Po kur u përpoq t'i afrohej, ajo u zhduk në ujë pa lënë gjurmë. Thuhet se ai princ kaloi gjithë jetën duke kërkuar zanën e Danubit, duke i kënduar çdo natë buzë lumit me shpresën se ajo do të kthehej, por ajo nuk u shfaq më kurrë. Sipas gojedhënave, ajo shihet ende ndonjëherë nga njerëzit me zemër të pastër, kryesisht në netët e qeta pranverore. Një pjesë interesante është dhe kalaja e Budës. Fantazma e mbretëreshës Maria. Thuhet se shpirti i Maria të Anxhuinëve, mbretëreshës që kontriboi në rindërtimin e kishës së Mathias në shekullin e 14, endet nëpër korridoret e kalas. Sipas gojedhënës, ajo shfaqet natën vonë pranë dritarëve me pamje nga Danubi, duke mbajtur në dorë një libër lutjesh duke kërkuar paqe për shpirtin e saj. Tuneli sekret i kalas. Poshtë kalas së Budës ndodhet një seri tunelesh dhe dhomash nëntoksore, të cilat janë përdorur gjatë mesjetës për të shpërtuar mbretërit gjatë rrethimeve. Sipas legjendës, një tunel i fshehtë lidhte kalan me lumin Danub, duke lejuar arratisjen e mbretit Mathias në një betejë të dëshpëruar kundër tujqve. Mendohet se disa pjesë të tunelit ende nuk janë zbuluar. Kalaja u ndërtua plot 6 herë dhe çdo herë ngrihej nga hiri i pushtimeve, luftrave dhe bombardimeve. Ajo është simbol i qëndrueshmërisë hungareze. Thuhet se në oborrin e kalas qëndron një statujë e vogël prej bronzi e quajtur Kukulla e vogël, dhe kush prek gjurin e saj do të rikthehet sërish në Budapest, një besim që e ndjekin miraturisht çdo ditë. Nën kalan është një botë tjetër. Nën këmbët e kalas ndodhet një labirint i madh nëntoksor, me korridore të errta që janë përdorur si burgje, depo apo vend strehimi gjatë luftrave. Për një kohë aty ndodhej edhe një muze kushtuar Drakulës. Drita që tregon rrugën e arratisë. Fenerët që ndriçojnë rrugicat rreth kalas nuk janë të rastësishëm. Ato janë vendosur sipas një shtegu të vjetër të arratisjes sekrete mbretërore, që vetëm pak njerëz e dinin dikur. Kisha që ka qenë edhe xhami. Kisha e Shën Mathiasit pranë kalas ka kaluar nga kishë katolike në xhami gjatë pushtimit osman dhe më pas në muze për të rikthyer sot në kishë. Çdo gur i saj flet për shekuj ndryshimesh dhe mbijetese. A do të dëshiroje të ecë në labirintin misterios për poshtë kalas? Në Budapest ka një hotel me histori fantazmash, Hotel Gellert. Thuhet se ka vizitorë të padukshëm që ende shëtisin korridoreve gjatë natës. Rruga më e ngushtë në Budapest është më pak se 1 metër e gjerë. E fshehur në lagjet e vjetra, ajo ka qenë përdorur si rrugicë e fshehtë nga murgjit dhe spionët osman. Budapesti është qyteti i statujave të çuditshme.
Mund të gjesh statuj të Colombo, detektivi i famshëm, një që në ushqyeshen në lumë dhe një portofol gjigant në rrugë. Ka një kishë të ndërtuar brenda në shpellë. Kisha e shpellës në kodrën Gellert është e hapur për vizitorët dhe ka një atmosferë misterioze dhe shpirtërore unike. Në parlamentin hungares ruhet kurora mbretërore me një kryq të shtrembur. Kryqi është bërë i shtrembur qëllimisht në shekuj për të simbolizuar që porulësia vjen përpara pushtetit. Dhe ja ku jemi në fund të këtij udhëtimi mes legjendash, faktesh të çuditshme dhe bukurive që të lëm pa fjalë. Budapest nuk është thjesht një qytet, është një libër i hapur me histori që të fton t'i lexosh mes rreshtave të rrugëve, urave dhe statueve që të vështrojnë heshtje. Nëse muret e Kalas së Butës do të mund të flisnin, nëse valët e Danubit do të rrëfenin çfarë kanë parë, do të dëgjonim histori që nuk do të guxonin të imagjinonin. Dhe ti, a di të guxosh të eksplorosh një qytet, një legjendë të gjallë? Tani është radha jote, cili nga kuriozitetet të habiti më shumë? Shkruaj në koment dhe mos harro, bota është plot me mrekulli, ti duhet vetëm të shikosh pak më thellë. Shihemi në vitin tjetër dhe mos harro të klikosh subscribe. Faleminderit për kohën tuaj.